Samiriu ki që u a bëri biqin bëni Israelve, edhe ki ka lindur atë vit kur janë vra djemt. Atë vit që adesht të vrasë faraoni fëmij. Edhe Samiriu lindur. Nana e Samiriut e mbëshqillën Samiriun e vogël, e qonë në një shpel në mal. E dini? Ta shpëtoj gjallin. E shpëton? E ka shpëtoj. Nana e Musës e qonë e hudhën në lumin Nil. Musa, a.s. shkon edhe e merë gruaja e faraonit e bojë si fëmijë, rritet në pallatin e faraonit. Samiriun që nëna e le në shpeja dhe ka pas frikë, mo të shkuj ta vizitoj, s'ka shku hiq nga frika. E dini kush është kujdes për Samiriun? Gjebraili a.s. E shifni si është kjo këtyre thuan ligje kosmologjike, ligje zotërore, ligje hynare. Dhe me thonë, një njeri, një fëmijë, rritet dhe edukohet në shtëpinë e qufrit, që është Musa a.s. Shtëpi e qufrit, jo vetëm e qufrit, ajo ka qenë shtëpi e shirkut, ku faraoni ka thonë, unë jam Zot, stakfirullah, ene rabbukumul a'la, unë jam Zoti juaj më i lartë, ka thonë njerëzve. Me thonë, Musa a.s. edukon një qafir më i madh në një, një mushrik më i madh në një, dhe gruaja e tij që ka qenë besimtare ajo, për ka fsheh besimin e saj. Samiriu edukon Gjebraili, meleku më i madh i krejt melekëve. Kujdeset për ushimin e tij, e rritën, pijen, krejt deri sa rrit. E çfarë është rezultati këtu matematika? Matematika është që një fëmijë që u rrit, kjo konstatim kundër psikologjisë, dini, edhe sociologjisë. Këtu ndodhe kundërta ligjeve psikologjike dhe sociologjike. Çfarë ndodh? Njeriu, fëmiu që u rrit në shtëpinë e kufrit bëhet pejgamber, njeriu që u edukua mes duarve të Gjebrailit a.s. meleku të shpalljes, meleku më i mirë dhe më i madh, bëhet qafiri më i madh. Bëhet Samiri. Shqipni se interesant është që Allahu në bën me dije neve që më në fund i dashur vëlla, udhëzimi është nga Allahu xhelle shanuhu xhelle xhelaluhu. Pjesën tjetër inshallah